Sinqeriteti i bën njerëzit që të na i falin gabimet. Burri u kthye shumë vonë në shtëpi. Jashtë kishte pirë alkool. Ishte dehur dhe në këtë gjendje e bëri cop një enë të shtrenjtë. E pastaj volli dhe ra për tokë. Erdhi gruaja e vet, e ngriti dhe e shtriu në shtrat. E pastaj u kthye të pastronte vendin. Kur burri u zgjua në mëngjes, ja morri mendja se gruaja është zemëruar me të për atë që ndodhi natën e kaluar dhe u ngrit duke e lutur Allahun që të mos ketë zënka mes tyre. Mirpo, burri u habit kur e gjeti një letër nga gruaja e tij ku shkruante: I dashuri im, ushqimi yt i mëngjesit që ti e preferon është gati mbi tavolinë. Kurse unë u detyrova të dal herët e ti blej disa gjëra nga shitoria. Do të kthehem te ti shumë shpejt. Të dua. Burri u habit nga fjalët e saj dhe përkundër asaj që e bëri natën kur ishte i dehur. Ju afrua fëmijën së vet dhe e pyeti: Çfarë ndodhi mbrëm natën? Fëmia ju përgjigj: Nëna kur deshi të vendos mbi shtrat, të t'i zbath këpucët dhe të ta zhvesh këmishën, ishe i dehur si i vdekur e ti i the asaj: Oj ti grua, mos më prek, më lër mua dhe problemin tim, unë kam grua dhe jam i martuar. Fjalë për meditim. Nuk nxisim në bërjen e mëkateve, por ajo që na bie në sy është se sinqeriteti i bën njerëzit që të na i falin gabimet tona dhe ne të përmirësohemi dhe të tjerët të na mëshirojnë.